Dashur të Shqipërisë e të gjithë rajonit ton, Ursula von der Leyen. Faleminderit e dashur Ursula, që u ktheve në Ballkanin Perëndimor për të na sjellë edhe më shumë lajme të mira dhe sigurisht edhe më shumë detyra shtëpie. Por po kështu edhe për të shijuar më shumë diell, një ushqim më të mirë dhe sigurisht më pak mërzi se sa në Fluskën tënde të BE-s në Bruksel. Me lejen tuaj, zonja Presidente, dua që t'i bëj një falënderim të veçantë skuadrës suaj për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm për ta bërë realitet këtë gjë dhe sidomos drejtorit tuaj të përgjithshëm, Gert Jan, që ndau me ne mendimet e veta të mprehta për dobinë e një konferencë të tillë investimesh midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, një konferencë që jemi të gatshëm ta kthejmë në një mbledhje të përditshme me një program gjithnjë më ambicioz. Të dashur pjesëmarrës, për një kohë mjaft të gjatë, historia e Europës dhe Ballkanit Perëndimor është shkruar me gramatikën e pritjes. Pritja për BE-n u bë thuajse një sinonimi e pritjes për godon. Në një pikë caktuar u bë vërtet dëshpëruese. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut u bën rimishërimi i Vladimirit e Estragonit, pamundur për të shkëputur të dënuar të presin së bashku. E megjithatë, kur nuk ndalëm së ndruari momentin kur historia do të ndryshonte dhe kur nuk reshtëm së punuari.